Në botën e brendshme të njeriut, krahas kanaleve të hapura drejt mirësisë, ekzistojnë edhe kanale drejt së keqes të njohura si ego. Sidomos nëse organet si syt, veshët dhe gjuha nuk kontrollohen nga mëkati, dhe nëse veprimet nuk kryhen për të fituar kënaqësinë hyjnore, atëherë kanalet përmes së cilave mund të depërtoj shejtani i mallkuar hapen gjerësisht. Këto kanale apo hapësira quhen el-lumme. Në një hadith thot profeti alayhi salatu wasalam, inna lish-shaytani la lummatan bi ibn Adam. Vërtet, për shejtanin ka hapësira, ka pika të dobta ku ai depërton te njeriu. Shejtani hedh shigjetat e tij këtu, duke depërtuar në zemrën e njeriut përmes këtyre hapësirave. Ai dërgon sinjale të ndryshme të ndimin. Ndonjëherë e çon njeriun drejt dëfrimit, ndonjëherë ja korrupton atij adhurimin, dhe ndonjëherë mbjell dyshime në mendjen e tij rreth besimit. Nëse nuk duam t'i hapim rrugë të këqijave të egos dhe djallit, duhet të përpiqemi që dyert ku ata mund të hyjnë të mos jenë kurrë të hapura. Nefsi apo egoja duhet edukuar. Ne mund ta transformojmë egon ton, e cila është, mund themi, qendra qendrore e shejtanit në natyrën njerëzore,